Tregimi për tregtarin musliman dhe klientin hebrej. Tregohet për një tregtar, një njeri nga të devotshmit, i cili porosiste punëtorët e tij në lokal, që klientëve t'ju tregojnë të metat e mallit, nëse eventualisht kishin ndonjë të metë. Një ditë prej ditësh, erdhi një jehudi apo hebre dhe bleu një robë me defekt, ndërsa pronari i lokalit nuk ishte prezent. Punëtori i tha: "Ky është hebre, ne nuk na intereson nëse ja japin me defekt." Atëherë vjen pronari i lokalit dhe e pyeti për 5 punë me defekt, e punëtori i tha: "Ja shita një jehudie për 3000 dirhem dhe nuk e njoftova për defektin e mallit." Pronari e pyeti: "Ku është ai?" Ai u përgjigj: "Ai u kthye me karvanin." Pronari mori të hollat me vete dhe i shkoi pas karvanit derisa e zuri pas disa ditëve. Ai i tha hebreut: "O ti, ke blerë një robë kështu e kështu, ndërsa ajo robë ka një të metë. Merri paratë tua dhe ma kthe robën." Hebreu e pyeti: "Çka të shtyu ta bësh këtë?" Tregtari i devotshëm i tha: "Islami. I dërguari ynë ka thënë: kush na mashtron nuk është prej nesh." Hebreu ja ktheu: "Dirhemet me të cilat pagova ishin falso." Atëherë merri 3000 dirhem origjinal e po të shtoi edhe më shumë se kaq dhe tha: "Nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i tij." Të kapurit për mësimet e fesë islame është metoda më e mirë për përhapjen e tij dhe përmirësimin e kuptimit të tij tek jo muslimanët. Kujdesu për emanetin dhe sinqeritetin me muslimanët dhe jo muslimanët.